kujdes dragojnë, se dragoj fle, problemi është që tash është edhe rritur, dragoj është Kina, në sens mitologjik Kina, tash është edhe rritur edhe është pjekur mirë, ka zjarë me shumicë, dhe ka një fuqi zjarri, si shtrëgojnë në konfliktin e fundit Indi-Pakistan, sidomos elektronike, për te asaj që ne apo të tjerët në SBA e prisnin, që ta kishte si kapacitete, kujdes dragojnë. Mos harrojmë që vetëm para 2 ditësh dërgojnë nëpërmjet korridorit Pakistanit në Iran, mos gaboj 3 furnizimet plota me karburant për raketa. Sepse raketat balistike kanë një lloj veçantë karburanti të ngurët, jo nga karburanti i lëngshëm që përdoret zakonisht, ai që përdorim ne për makinat tonë të përditshme. Vlerësimet e CIA-s që kanë dalë dhe në publik thonë nga 700 deri në 800 raketa karburanti i dërguar. Tash ky është versioni që ka dalë në publik. Imagjinoni se çfarë ka nga ai që di që din shërbimet sekrete dhe që nuk dalë. Pra, edhe pse nuk po bën zhurmë, edhe pse po bën thirrje për paqe, Kina ka një interes të madh në një çmim nafte të ulët. Është vendi i parë që dëmtohet nga çmimi i lartë i naftës. Jo, më kot ishte edhe takimi që kishte me Putin. Jo, absolutisht, koordinimi mes tyre ka filluar të rritet në nivele të frikshme, do thoya.